Adri Mehmeti është një nga talentet më të vlerësuar në botë, edhe pse vetëm 16 vjeç, vlerësimi i tij në tregun e Transfermarkt ka shkuar tashmë €1 milion. Mes fushori është titullar një New York Red Bulls në Major League Soccer, duke treguar besimin e lartë nga ana e klubit të tij. Kujtojmë se luante fillimisht me Shqipërinë U15 para se SBA-ja ta merrte tek ekipi i vet U15. Duhet thënë se nga lojtarët e moshës 16 vjeçare, Mehmeti qëndron në vendin e 8 për vlerësimin në treg, mbetet për të parë ndërkohë nëse do të ketë një rikthim te Shqipëria. Fakti është se skautët nga Europa po e vëzhgojnë. Bayern Muniut, Arsenali, Chelsea dhe Paris Saint-Germain kanë shprehur interesim deri tani. Adri Mehmeti po kthehet shumë shpejt në një nga emrat më të lakuar në kampionatin e Major League Soccer, ku këtë vit e ka nisur si titullar me New York Red Bulls, edhe pse është vetëm 16 vjeç. Futbollisti shqiptar ka shkëlqyer edhe dje në ndeshjen e dytë radhësi që luan për ekipin e tij, duke ndihmuar në fitoren 1-0 ndaj New England. Po ashtu si në ndeshjen e parë kundër Orlandos, Mehmeti ja doli të linte shenjën e tij, duke dhënë një asist për një tjetër adoleshent, Hall, i cili shënoi golin e vetëm të takimit. Mehmeti ka qenë pjesë e përfaqësuesve U15 të Shqipërisë në vitin 2023, por më pas ka vendosur të përfaqësojë ekipet e grup moshave të SBA-s. Me paraqitjet e tij në Major League Soccer, parashikohet që shumë shpejt Mehmeti të thirret edhe në përfaqësueset e moshave më të rritura.